kena luftu për tokë, ose ata kanë luftu për ajër, dhe kështu që bashkë në ndrimin e tyre. Hajde ka heke ka mirën për tripodit. Po e festojmë ditën e çlirimit të Prishtinës, të kryeqytetit. Ju falenderoj shumë veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që sot na kanë bashku. Kemi bërë një marsh si shenjë e përkujtimit të sakrificës së madhe të vlerave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të secilit dëshmor, të secilës familje që ka sakrifikuar çdo gjë që sot ta kemi lirinë, demokracinë, që sot të bëhemi bashkë e të planifikojmë për të ardhmen e vendit tonë. Urime 11 qershori, dita e çlirimit të kryeqytetit. Faleminderit shumë veteranëve, lavdi të gjithë dëshmorëve dhe familjeve që kanë dhënë çdo gjë që sot të jemi të lirë e ta festojmë ditë të mrekullueshme në paqe. Faleminderit. Marshi edhe lufta e ushtrisë çlirimtare, unë mendoj që është lufta e drejtë e ushtrisë çlirimtare dhe respekt për luftën, për veteranin valid luftës për çlirimi është punë e madhe dhe respektojmë respekt për juve për gjithë. Ne besojmë që lirimi duhet me qenë i menjëhershëm, se është domosdoshmë dënim edhe është gjykimi i padrejtë i luftës tonë çlirimtare. Kam shërbyer në ushtrisë çlirimtare Kosovës qysh prej ditëve të para deri në ditën e shlirimit. Jam pjesëmarrës që kam bërë armatim prej Shqipëria për Kosovë, me ndihmu sadopak ushtarëve, të cilët nuk kanë pas mundësi me marrë atë rrugë. Jemi krenar për atë periudhë që kemi pas mundësinë me ndihmu ushtarëve tonë që kanë jetuar. Jam krenar që sot e arrita edhe jam dëshmitar i gjallë e asaj sakrifice që kanë ndodhur. Rastësisht jetoj sot, edhe unë kam pas me kanë mesin e atyne që janë sot dëshmor e tëna, por që ka dash Zoti me lanë dëshmitar edhe me tregu ato që ka ndodhur. E pa përshkrueshme është gëzimi, emocionet janë gjitha për sot, për këta breza që sot ne pikëzojmë lirinë, po flasim shqip dhe kena jetuar deri në me kushtet vështira të okupu me kret, po sot jetojmë të lirë, sot Kosova është e lirë, edhe për herë do të festojmë këtë ditë, se është histori që nuk shlyhet me asgjë. Ata me asë pare së dash me marrë heq atje, po me propagandat të armikut edhe ata janë atje sot. Presëm sa më shpejt që të vinë në mesin tonë ata janë kupolla ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Qysh herët, edhe në fillimet e vitëm 90-ta, se isha organizator duke filluar nga guerilja, atëre edhe nga organizatat cilat e udhëheqin atje, ka qenë Fronti Nacional Çlirimtar, edhe LPK-ja, LKCK-ja, që sa e përzgjedhen edhe e bon kurrizim dikun me 17 nëntor 94. Po uniforma e jone që dalë, kuptuhet që ka donë me 28 nëntor
1997, ku e kanë prezentuar në Laur, atje e kanë fjallin Drenic. Por atë sukur atë ditë, sukur sot, unë i ndija ato emocione, a vëtone, pse është diçka e shajt që është uniforme të dhe e kemi tonën, edhe e kemi reshtin, neve nga ka mungu një kohë dhe reshtin, sot e kemi reshtin, sot radhitmi, sot e bojmë me krenarin më të madhe këto, se e dim për çka e bojmë. Kjo është ajo që e bojmë pa lodhe, se është fështirë me majtë uniformen, po të më drejtën se ju jeni civile edhe shtini, po uniforme e ka temperaturën, e ka senet, po krenaria unë bëgjeta. Edhe amaneti shokëve është që do të shkojmë bend, deri në ushtarin e fundit, deri në luftarin e fundit. Po të më drejtën, këto s'kisha dash me bo pyetje, po mas që e bone për të përgjigjen. Nuk është çka do që të bëhet për veterantët, nuk është e mjaftueshme. Arsyeja që ndron që këtu në mesin e shokut, unë jam edhe invalid i luftës, sa kuptoj, kam plak në trup, i kam plumat në për gjoksa, në për ato. Ajo neve na kujtot gjithmonë ato, tash, po të më drejtë, po, kur gjë më s'pasin që ka bojnë, bilet duhet me pas një përkraje morale. Ajo tani i bën gjitha rend parë. Unë tash jam Islam Kelmendi, komandanti Zllashi, komandanti batalionit brigadës 153, zona e 5 operative Lap Gallak.